Çfarë mendoni cakon me ardhen e Donald Trump në pushtet? A do të kemi alianca të reja në botë edhe gjeopolitika të ndryshme, a do të ndryshojnë hortat e botës? Po, sigurisht, në qoftë se Trumpi do t'i realizojë ato qëllimet e veta, sepse ka armiq të mëdhenj, ka globalistët ose kabalën, që është City of London, bashkimi i financave të çifutëve të Londrës dhe financierëve britanik, me familjen mbretërore Windsor, këta së bashku me Vatikanin janë dy polet kryesore të kabalës që kanë qeverisur botën duke e çuar drejt një qeverie globale, por sistemi që ata kishin ndërtuar këto 200-300 vjet, që ishte sistemi me zgjedhje ku marrin pjesë edhe turmat, masat, kishte një defekt se sado që mund të manipuloheshe, përsëri kur rezultati ishte shumë i lartë, manipulimi ishte i vështirë. U përpoqën Shtetet e Bashkuara që nëpërmjet sistemit drejtësisë, ashtu siç bën tash në Francë me Marine Le Pen, ta eliminonin Trumpin duke e thirrur në shumë procese gjyqësore, por për shkak të sistemit sofistikuar amerikan që është shumë i decentralizuar në sistemin federal të drejtësisë të Shtetet e Bashkuara, nuk patën mundësi që për një periudhë të shkurtër kohore, 4 vjeçare, të mund të eliminonin nga konkurenca presidentin Trump nëpërmjet një dënimi që ata u përpoqen t'ia bënin. Tashi bota është ndarë në dy pjesë, në globalist dhe në patriot ose antiglobalist, ku në krye qëndron sigurisht presidenti Trump, i cili u mori globalistëve vendin më të fuqishëm të botës, shtetin më të fuqishëm të botës. Dhe njëkohësisht me një lëvizje antiglobaliste kishte dalë Putini, të cilit po i afroheshin financierët botëror për ta pushtuar për shkak se prerja e paras në Rusi nuk beheshe nga familjet e fuqishme të financierëve çifut të botës, si Rothschildet, Warburgët e të tjerë, të cilët kontrollojnë emisionin e paras. Pothuajse të gjitha luftrat në botë janë bërë për emisionin e paras, pavarësisht se janë gjetur shkaqe të ndryshme, gjoja në dukje, sikur beheshin për këta, u grind Meksika me këta, u grind me ata, dhe për këta u bë lufta. Në fakt, luftrat janë nxitur nga Rothschildet për të shtenë në dorë në fund, pasi mundte shtetet që nuk pranonin të prisnin paran ke këta, atëre ata i detyronin që pasi mundnin që kushti kryesor është ky, që parën do ta prisnin ke ne dhe ne do jemi pronarët e paras. Dhe për këtë arsye u bë lufta dhe në Afganistan dhe deshin të bënin dhe rrethimin e Rusisë. Por Putini, i cili me strategët e vet ushtarak e mendovi se përgjigjja më mirë ishte sulmi, e sulmoi kabalën, e cila ishte duke i vajtur ke portat duke rrethuar, po përpiqeshin të fusnin Ukrainën në NATO, po përpiqeshin të fusnin Gjeorgjinë në NATO, ta rrethonin dhe nga jugu Rusinë, dhe Putini, duke parë që NATO-ja dhe vendet perëndimore po luanin me djallëzi kundrejt Rusisë dhe kërkonin që ta shtinin në dorë Rusinë dhe pasuritë e saj të pamata, resurset e saj të pamata, atëherë ai reagoi dhe veproi para kohe duke e çuar situatën kështu siç e shikojmë sot mbas luftës në Ukrainë. Dhe sigurisht ardhja e Trumpit në aleancë me antiglobalistin tjetër që është Putini, e ka ndryshuar politikën botërore. Trump është duke u tërhequr nga NATO-ja, NATO-ja de facto nuk ekziston ashtu siç ka qenë, do të jetë vetëm një NATO evropiane, por jo amerikane, e cila kishte peshën kryesore. Raportet anglo-amerikane? Anglo-amerikane, po patjetër janë prishur, sepse Trumpi shpalli ambicien e tij për të marrë Kanadan, e cila është një pjesë e Commonwealthit, pjesë shumë e rëndësishme. Kjo do të thotë që Trumpi është afruar me Putinin. Trumpi po bën koalicion me Putinin, si dy fuqi të mëdha bërthamore, më të mëdha në botë. Shtetet të reja në botë. Por Trumpi vështirësitë më të mëdha, luftën më të madhe do ta ketë me globalistët që ka brenda Amerikës, me ata që ju quante këneta, sepse ata janë shumë të fuqishëm dhe kanë struktura të organizuara me qindra vjet dhe duke u përpjekur të largojë administratën e vjetër të globalistëve, po bën njerëz shumë të fuqishëm armiq Trumpi dhe nga brenda
do të ketë luftën më të vështirë si që ndodhi në vitin 2018, kur pas vrasjes së një njeriu me ngjyrë, aty ju e mbani mend që do gjithë Amerika dhe Trumpi de facto s'kishte më pushtet mbi qytetet amerikane, pasi lëvizje të ndryshme të këtyre njerëzve me ngjyrë, si BLM, Black Lives Matter, pothuajse shkatruan çdo objekt kulturor që ishin nëpër qendrat e qyteteve, duke i thyer me një vandalizëm të papar, duke i quajtur shumë figura të mëdha që kanë bërë historinë e Shteteve të Bashkuara, që nga Kolombi, si kolonizator dhe si uzurpator të fuqisë që kishin pasur popujt indigjen vendas aty. A do të ketë zhbërje të shteteve, domethënë me hortat e reja në botë me ordhën e Trumpit? Po, vetë globalistët kanë pasur në plan ndryshimet e kufijve. Ndryshimet e kufijve nuk ndodhin spontanisht, por organizohen nga lart dhe është një institut që merret me këtë punë në botë, i cili ka dhe degë të ndryshme, pothuajse në të gjitha vendet në ndikimin e ideve perëndimore, që nga lindja deri në perëndim, që nga Japonia deri në Shtetet e Bashkuara dhe Kanada. Ky institut qendror quhet RIA, e ka akronimin që do të thotë Royal Institution of International Affairs, Instituti Mbretëror për Marrëdhëniet me Jashtë, dhe në Amerikë ta kanë krijuar CFRN. Dhe vazhdimisht që nga koha kur Amerika krijoi pavarësinë e saj me 1776 nga Anglia, kur etrit themelues kërkonin që të ishte një shtet i pavarur, Anglia nëpërmjet manovrave të ndryshme dhe duke përdorur Kanadan, është përpjekur ta kalojë Amerikën në anarki dhe pastaj ta shtinte në skllavërinë e thonjve të City of London. Dhe pothuajse po ja arrinin kur nëpërmjet një institucioni okult siç është Skull and Bones ose Kafka dhe Kocka, që quhet Universiteti i Yale-it, që është nën kontrollin e kabalës, arriti që presidentët qoftë nga Partia Republikane, qoftë nga Partia Demokratike, të ishin nga ky urdhër sekret i Iluminatit botëror. Madje edhe kandidatët kanë qenë edhe kandidatët, por edhe zëvendës presidentët vitet e fundit kanë qenë nga Universiteti i Yale-it, që me George Bush Juniorin, me George Bush plakun, po sidomos me George Bush Juniorin, ku si George Bush, ashtu dhe Al Gore, kandidati tjetër demokrat, vinin nga Universiteti i Yale-it në Connecticut, që është një nga urdhrat okult të Iluminatit botëror, Skull and Bones, Kafka dhe Kocka. Dhe Anglia në këtë kuptim ka qenë gjithmonë armike me Amerikën dhe ka dashur ta kalonte drejt anarkisë dhe drejt shkatrimit Amerikën. Mirë po, ardhja e Trumpit e shkëputi koalicionin djallëzor anglo-amerikan dhe çliroi Evropën nga thonjt e kabalës, që thonjt ushtarak që ishin me qendër në Shtetet e Bashkuara, në Ushtrinë Amerikane, dhe Evropa më në fund u la e lirë, është duke u larguar ushtria amerikane nga Evropa,